Do të shfaq një lajm nga Turqia. Të lutem, mbaj telefonin e hapur, mos e mbyll telefonin. Ajo që do të shfaq tani me të vërtetë kërkon një zemër të fortë. Mbaj telefonin hapur dhe mos e mbyll. Lajmi që do të jap tani është një lajm shumë tronditës që ka ndodhur në maj të vitit 2026. Mallkuar qoftë ajo nën, e cila e ka bërë këtë veprim. Mallkuar qofshin ata nëna dhe ato prindër dhe ato njerëz të cilën bëhen dëshmitar të fakteve të tilla, të dhunave të tilla dhe të incidenteve të tilla dhe nuk e ngrejnë zërin e tyre por heshtin. Mallkuar qofshin ato burra dhe mallkuar qofshin ato djem, të cilët nuk janë të zotët të përballojnë atë epshin e tyre, por bëhen pjesëmarrës të një akti të tillë kriminal dhe i shkatrojnë jetën një fëmije. Në fakt, në maj të 2026, pra para 2 muajsh ka dalë në pa, por kjo ngjarje tragjike kaq e rëndë ka rreth 1 vit e gjysmë që ndodhen. Personi më i besuar i jetës sonë, personi ku ndjejmë ngrohtësinë dhe ku e ndjejmë veten të sigurt, është nëna jonë, dhe vendi ku ndjehemi të sigurt është shtëpia jonë. Pra, një fëmijë i mitur e ndjen veten të sigurt dhe të mbrojtur në shtëpinë e tij dhe në gjirin e nënës së tij. Po ja që kemi edhe nga ato nëna bushtve që nuk ma ban goja që si të flas, po kemi edhe nga ato nëna shtoj zavalle të cilat nuk janë nëna, që nëna shiten fëmijën e saj. Pra, e përdoren vajzën e saj të mitur, që tani në vitin 2026 ajo është 13 vjeçe, por kur filloi që nëna e saj ta shiste në prostitucion, ajo vajzë ishte vetëm 11 vjeçe e gjys. Pra, para 1 viti e gjys, nëna 37 vjeçare nga Bartini i Amasrës së Turqisë vazhdoi të shese vajzët e saj duke përdorur rrjetet sociale për prostitucion. Kjo është me të vërtetë një ngjarje tragjike, një ngjarje që na bën që të themi mallkuar qoftë, çfarë mund të them veç se Zoti ju mallkoft. Disa gra nuk janë nëna, disa gra nuk ja vlen që të jenë as femra, as gra, as nëna. Ato janë veç se shtoj zavalle vetëm shtriga. Si mundet që një nënë fëmijën e saj 11 vjeç e gjysmë, vajzën e saj të mitur, ta përdori dhe ta shesi për prostitucion, dhe jo me një njeri, por me 36 veta. Pasi u bë detensimi i parë në maj të 2026, policia e Amasras vazhdoi hetimet dhe ka arrestuar 36 persona, të cilët janë përdorur nga nëna e vajzës së mitur për prostitucion me vajzën e saj. 26 nga këto persona janë të moshës mbi 18 vjeç, ndërsa 10 nga këto persona janë të moshës nën 18 vjeç. Kjo është një ngjarje që tronditi gjithë Turqinë. Nuk është hera e parë që ndodhen këto incidente në Turqi, sepse në Turqi këto incidente ndodhin vazhdimisht edhe brenda familjes, biles edhe vitet e kaluara ka pas bërë disa programe me incidente të tilla ku edhe nëna ka përdhunuar djalin e saj, ku edhe babai ka përdhunuar vajzën, ku edhe babai ka përdhunuar djalin e tij. Këto incidente dhe këto ngjarje ndodhen në Turqi. Por të merri është kur nëna vetë përdor vajzën e saj të mitur si prostituta për të fituar lek. Do të lexoj dhe të shfaq me ju lajmin e plotë mbi këtë çështje. Pra, kjo është një çështje që ka vajtur në gjykatë dhe janë arrestuar 36 persona, ku 26 nga këto janë të moshës mbi 18 vjeç dhe 10 nga këto janë të moshës nën 18 vjeç dhe janë dënuar me burgim deri në 94 vite për person dhe nëna e të miturës është arrestuar. Por, ja se çfarë shkruajnë lajmet. Deklarata e prokurorisë së përgjithshme të Bartinit thekson: pas pretendimeve se një fëmijë i lindur në vitin 2013, pra tani është 13 vjeçë në vitin 2026, me banim në rrethin Amasra të provincës së Bartinit, ka qenë viktimë e abuzimit seksual. Me 18/4/2026, si rezultati një denoncimi të bërë pranë forcave të rendit, Prokuroria e Përgjithshme e Bartinit ka nisur me njëherë një hetim të gjerë dhe urgjent, pas mbërritjes së dosjes hetimore në gjykatën tonë më 28 prill të vitit 2026. Duke marrë parasysh ndjeshmërinë dhe përmasat e ngjarjes, njësitë tona gjyqësore kanë siguruar koordinimin në nivelin më të lartë dhe janë marrë pavonesë të gjitha masat e nevojshme. Në dritën e hetimeve të hollësishme dhe provave digjitale të siguruara, është arritur në dyshimin e bazuar se fëmia viktima
është abuzuar nga persona me të cilët kishte krijuar kontakte përmes rrjeteve sociale. Pra e përdorur nga nëna e vet, ka bërë lidhje ndërmjet TikTok-ut dhe rrjeteve sociale me persona të ndryshëm dhe brenda një nate ajo është shitur tek shumë persona. Në këtë kuadër, me 8/5/2026 është ngritur akuza ndaj 10 të miturve të përfshirë në çështjen penale dhe 26 të dyshuarve të tjerë të moshës së rritur, të cilët janë konstatuar se kanë marrë pjesë në këtë veprim penal. Denoncimi dhe fillimi i hetimeve para ka qenë me 18 maj të vitit 2026 dhe pas një denoncimi anonim u nis një hetim gjatë të cilit u konstatua se 13 vjeçaria me emër G.E. ishte abuzuar në mënyrë të vazhdueshme dhe sistematike nga persona me të cilët kishte krijuar kontakte përmes rrjeteve sociale. Në rrjetet sociale dhe në disa publikime janë përhapur pretendime se nëna e saj e ka shitur drejt për drejt fëmijën kundrejt pagesës, gjë që ka shkaktuar reagime të forta publike. Megjithatë, në dosjen e timore thuhet se ekzistojnë pretendime sipas të cilave nëna i ka mbyllur syt me vetëdije datë i kësaj situate me qëllim përfitimi material. Pra, sipas hetimeve dhe denoncimeve, nëna e saj ka pohuar nga kushtet e rënda ekonomike kam zgjedhur këtë rrugë. Po, në të vërtetë po jetojmë në ditët e ferrit dhe po jetojmë në kohë shumë të vështira. Jemi në një kohë kur i kemi të gjitha mundësitë dhe me të vërtetë askush nuk vdek për copën e bukës. Dhe jemi në atë kohë ku të gjithë kanë mundësinë që diku të marrë një ndihmë sociale. Dhe nuk ka asnjë lloj arsye, nuk është asnjë lloj shkaku që t'i jap një nëne mundësinë që të shes vajzën e saj. Nëse kjo nënë është në gjendje të keqe ekonomike, le të shesë veten e saj, sepse një nënë mund ta shesë vetëm e saj për bukën e gojës së fëmijëve, por një nënë nuk mund të shesë fëmijën e saj të mitur tek 10 dhe 10 burra në natë. Ky ishte një nga incidentet e fundit në Turqi. Me të vërtetë bota është bërë tmerr, bota është bërë e mbushur me ideaj se nuk e dim kujt i besojmë, si të besojmë dhe si të veprojmë. Me të vërtetë po jetojmë tmerrin dhe me të vërtetë ky lajm më tronditi rënd, saqë doja ta shfaqem me ju, përse po e shfaq me ju, derisa kemi arritur në këtë ditë ku edhe vetë nëna për arsye ekonomike dhe për përfitime ekonomike arrin të shesi vajzën e saj të mitur dhe ta fusi në shtratin e 36 burrave, kujt mund t'i besojmë? Mos besoni tek asnjëri. Nëse jeni të Zotit të dilni për krah fëmijëve, t'i mbroni ato sill në jetë, nëse nuk jeni të Zotit të mbroni fëmijët tuaj, mos u martoni, mos bëni fëmijë, mos i merrni në qafë. Pra ky ishte një lajm i tmerrshëm që pash këtë ditë dhe doja ta ndaja me ju se çfarë po ndodh në botë. Fal Zotit, besojmë të gjithë, por në shpirt jemi vetë djalli.